Rënja pas 16 vitesh e Viktor Orban nga pushteti shënon një pikthese, jo vetëm për Hungarinë, por edhe për Europën emergjer, duhet thënë, është konsideruar si një nga zhvillimet më historike, ndoshta edhe për mënyrën se si do të shihet nga sot e tutje, le të themi, politika në mbar botën. Kemi mundësinë të bëjmë një analizë më të thelluar mëngjesin e sotëm me Nikola Kedin, i cili është ekspert i çështjeve ndërkombëtare dhe na jap disa opinione të tija në lidhje me këtë që, siç e tham, është një zhvillim shumë i rëndësishëm në histori tashmë. Mirëmëngjes Nikola, faleminderit që na bashkohesh. Mirëmëngjes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ju keni qenë vetë në fakt në Hungari si vëzhgues ndërkombëtar i zgjedhjeve të dielën. Çfarë ju ra në sy, qoftë nga fushata, po ashtu edhe nga ditët e votimit, mënyra se si u zhvillua çdo gjë që solli edhe këtë ndryshim drastik? Çfarë do të evidentoje? Fakti që Viktor Orbani nuk është autokrati që e bënin gjithë mediat, sidomos mediat e majta, të majtës radikale, të establishmentit liberal, të burokratëve të pasgjedhur të Brukselit, është një lider i jetëgjatë në politikën europiane apo dhe veçanërisht në politikën hungareze, por ishin zgjedhje të lira dhe të ndershme, ashtu siç i ka bërë dhe 3 herë të tjera përgjatë këtyre 16 viteve, dhe gjithë ky miti i madh i kësaj Hungarisë si një autokraci, mendoj që ra ditën e diel, sepse opozita fitoi me një shumicë të thellë, me të njëjtën shumicë si kishte fituar Viktor Orban në 2010 kur rrëzoi socialistët dhe erdhi në pushtet. Ky është observimi i parë. Observimi i dytë është fakti që pavarësisht gëzimit të madh dhe të çuditshëm, mendoj unë, të majtës në Europë, po edhe në Shtetet e Bashkuara, sot parlamenti hungarez është i përbërë nga vetëm 3 parti. Është 100% i djathtë. TISA, partia që fitoi, është një parti e qendrës së djathtë, një antarësuar në Partinë Popullore Europiane. Fidesi, që kaloi në opozit, partia e kryeministrit Orban, është një parti konservatore, dhe partia e tretë e futur në parlament është partia që quhet ADU-n, që është partia e të djathtës radikale atje, e cila ka një numër shumë të vogël deputetësh, po gjithsesi këto janë 3 parti të cilat i përkasin spektrit të djathtë në Hungari, po dhe me afiliacionin që kanë, me përkatësinë që kanë në grupimet europiane, të EPP-s, të patriotëve apo të Europës të vendeve sovrane. Si mund ta lexojmë rënien e Viktor Orban pas një kohe kaq të gjatë në pushtet? Çfarë mendoni se e shkaktoi konkretisht këtë humbje? Po, shikoni, duhet të kuptojmë një gjë, mendoj unë që është e rëndësishme. Hungarezët janë një popull konservator. Besojnë fort tek identiteti i tyre, te historia, te tradita, besojnë fort te një farë sovraniteti në lidhje me punët e tyre të brendshme, një farë sovraniteti ekonomik, dhe ndaj përgjatë gjithë këtyre 16 viteve, Viktor Orban ka qenë përfaqësuesi i konservatorizmit aty. Kanë pasur gjithmonë përballë një opozit të majtë, me figura të majta, të mbështetura nga rjeti i shoqërive të hapura, i George Sorosit, dhe që shikoheshin gjithmonë si zgjatime të Brukselit apo përçus të këtyre vlerave të majtës ose këtyre parimeve të majtës progresiste. Dhe ndaj i ka refuzuar gjithmonë. Ky ka qenë në një farë mënyrë çelësi i suksesit të Viktor Orbanit, që gjithmonë ka pasur të majtën progresiste përballë dhe sidomos pas krizës të 2008-s dhe çfarë ndodhi atëherë, hungarezët ishin të lodhur me këtë të majtë, aq më tepër që shikonin se kjo e majtë po shkonte gjithmonë më në ekstrem dhe kërkonte të impononte disa ide të cilat nuk ndaheshin nga pjesa më e madhe e hungarezëve. Kësaj radhe ishte ndryshe. Në radhë të parë 16 vite janë një kohë relativisht e gjatë dhe natyrisht që ka një lodhje, ka një konsumim të figurës Orbanit vetë, se janë 16 vite pa ndërprerje, po ai ka që në vitet 90 me lëvizjet antikomuniste në Hungari, dhe kësaj radhe Orban kishte përballë jo më një figurë të majtës progresiste, por kishte një figurë që ka dalë nga radhët e partisë së tij. Në një mënyrë kontroverse, me një konflikt personal të Peter Magyar, që ishte bashkëshorti, ish ministre së drejtësisë së Orbanit,
i cili e nisi karrierën e vet politike ose u fut në skenën kombëtare duke nxjerrë një përgjigje që i kishte bërë fshehura si gruas së tij në shtëpi. Ndaj doli përballë Orbanit një figurë relativisht e re, nga establishmenti i djathtë, që ka të njëjta teza si Orban, nuk është se ndryshojnë shumë, për shembull. Po se ka qenë edhe mbështetës në fakt i tij në fillim, siç edhe. Po, patjetër. Nuk është se janë ndarë për ndonjë gjë parimore shumë madhe, janë ndarë për konflikt personal aty brenda dhe pastaj mori këtë kauzën e antikorrupsionit dhe kjo e diferencoi në një farë mënyrë nga partia në pushtet, por tezat kryesore janë pak a shumë të njëjtat. Dihen në konferencën e parë që bëri pas fitores, zoti Magyar, tha që ne do vazhdojmë të marrim naftën nga Rusia. Rusisë s'kemi çfarë i bëjmë sepse jetojmë këtu, ne do detyrohemi të bashkëjetojmë me ata, jemi të destinuar të bashkëjetojmë me rusët. Në qoftë se më merr zoti Putin, unë do ja hap telefonin dhe do bisedoj me të. Më pas për emigracionin e jashtëligjshëm e ritheksoi dije, por edhe gjatë fushatës ka pasur madje një retorik më të ashpër se e kryeministrit Orban, duke akuzuar Orbanin si shumë tolerant për sa i përket emigracionit të jashtëligjshëm. Magyar është kundër kuotave për punonjësit sezonal që vinë nga vendet jashtë Bashkimit Evropian. Në lidhje me Ukrainën ka pak a shumë të njëjtin qëndrim si Orban, madje dije tha që ne do duhet të diskutojmë seriozisht me Kievin dhe ata do duhet të reflektojnë kërkesat që ka Budapesti për sa i përket minoritetit hungarez në Ukrainë. Pra, pak a shumë në tezat kryesore janë një të linjë. Dhe edhe për këtë kredin prej 90 miliard eurosh që Brukseli do t'i japi Ukrainës, Magyar tha unë nuk do t'i ndaloj, po Budapesti zyrtar nuk do të ketë bëj asgjë me këtë kredi që do t'i jepet. Nuk i kemi mundësitë ekonomike që ta ndihmojmë Ukrainën me kredi. Pra, janë të njëjtat linja aty. Ajo që dua të kuptoj, sepse ishte edhe një Nikola Ndjesë të ndërmpreve, një nga pikpyetjet që kanë parë rëndom gjatë orëve të fundit në portale të ndryshme edhe në botë, ka qenë nëse është kjo një fuqi e Magyar apo ndoshta një lodhje ndaj pushtetit të Viktor Orban. Si e sheh? Është një zotësi e tij apo ishte thjesht një nevojë dhe ishte momenti i dur sepse kishte ardhur, le të themi, që të vinte një ndryshim në Hungari? Si e lexon? Me çfarë kam kuptuar unë, të paktën në javën e kaluar që kam qenë aty, po edhe nga vizitat e mia të tjera në Budapest, në 12 vitet e para të qeverisjes së tij, Orban ka qeverisur relativisht mirë. Domethënë ka pasur një farë kënaqësi, gëzimi me të si drejtues. Për politikat pronataliste që kanë ndjekur, rriti të koeficientin e natalitetit nga 1.2 që e gjeti kur erdhi në 2010-ën në 1.61 në mos gaboj, papunësia nga shifra dyshifrore mbi 11% që ishte në 2011-ën e la me 3.3%, taksa e shesh 15%, pra kishte disa politikat të cilat ishin të pëlqyeshme. Çështja e rendit dhe sigurisë, Budapesti është një qytet relativisht i sigurt, po ta krahasoj me kryeqytetet e tjera europiane. Në 4 vjeçarin e fundit, edhe për shkak të luftës në Ukrainë, edhe për shkak të situatës tashmë në lindjen e mesme, situata ekonomike nuk ishte mjaft e mirë. Kishte një pakënaqësi për sa i përket kostosjetesës, standardeve të mirëqenies, standardeve të jetesës e kështu me radhë. Dhe kishte një perceptim që Orbani ishte shumë i shpërqendruar në disa fronte beteje. Beteja me Sorosin, ngërçi që kishte me Brukselin, qëndrimi i tij ndaj luftës në lindjen e mesme, konflikti me Zelenskin, ky presion i madh që i bëhej nga Brukseli me ngrirje fondesh, pra kërcënimi me 20 miliard eurot që Brukseli në një farë mënyre e kërcënonte, se është një farë shantazhi dhe hungarezët ishin dhe të lodhur pas 16 vitesh me të njëjtën figurë. Patën mundësinë që të kishin një figurë tjetër përballë që ishte një figurë e re, pak a shumë me të njëjtat ide dhe thanë ndoshta ja vlen që ta provojmë këtë figurën tjetër, megjithë
aspektet kontroverse që Peter Magyar ka. Magyar gjithashtu rezonoi shumë me të rinjt e votuan në mënyrë masive, dhe kjo duke dhe gjatë fushatës, edhe në mitingjet që ai bënte, dhe kishte mbështetje në zonat urbane. Pra, siç e thash, Hungaria, kur e shikojmë, nuk është ky vendi autokrat që e paraqesin shumë. Ka një pluralitet edhe në media, që kjo nuk përmendet mjaftueshëm, dhe të gjithë përsërisin të njëjtën gjë shablon që Orban kontrollon mediat, Orban kontrollon gjithë sistemin e tjerë me radhë, por në fakt, për t'ju dhënë një detaj shumë interesant, RTL Klab është media kryesore në Hungari dhe është pro opozitës. Është si të merrni një media kryesore në Shqipëri dhe të jetë pro opozitës shqiptare, të sulmoj kryeministrin Rama. Ndërkohë, ATV është media kryesore atje e opozitës. Nuk është media më e madhe, por është një zë i rëndësishëm edhe me investigimet që bën e kështu me radhë. Ka disa media të shkruara, portale online të cilat janë me opozitën, 444.hu për shembull. Rrjetet sociale kishte një dominim të opozitës dhe të grupimeve anti-Orban në rrjetet sociale, në YouTube. Kanali më i ndjekur ishte Partizan, me 650.000 të abonuar, ishte kundër Viktor Orbanit. Pra, ekosistemi medjave shumë plural. Dhe një të fundit për këtë, dhe ekosistemi i OJF-ve është mjaft aktiv atje dhe ka fonde pa fund që vinë nga Brukseli, nga USAID para se të mbyllej deri para një viti e gjysmë, të cilat shkonin në ndihmë të opozitës. Tani unë do doja të kishim patur në studio të ndaleshim edhe më gjatë në këtë bisedë që kemi, po besoj që jemi dritë fundit. Një pyetje fundit nëse kemi një përgjigje shumë shkurt, pak më parë sekretari amerikan i shtetit bëri një tur në Europën Lindore, sigurisht që ndaloi dhe pati një takim me Viktor Orban, duket sikur patëm një rivendosje të marrëdhënieve. Megjithatë, si pritet tashmë që ka ndruar, le të themi, sistemi, pritet që ketë përmirësime të marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në raport me Europën? Po partneri i Shtetet Bashkuara të Amerikës, Hungaria vazhdon të jetë një partner, pa diskutim. Kulmi i marrëdhënieve besoj që ka qenë mes dy liderëve, Viktor Orban dhe Donald Trump, dhe kjo duke dhe në afrimin që kishin dy administratat, mbështetjen e hapur që i bëri administrata Trump kryeministrit Orban, por mendoj që do vazhdojnë të kenë marrëdhënie shumë të mira edhe me kryeministrin e ri. Paka shumë prioritetet janë të përbashkëta mes dy po dhe janë marrëdhëniet vendosura po dhe administratës së re hungareze. Kështu që është pak vështirë edhe që të ndërpriten në mënyrë shumë të ashpër, le të themi. Nikola, ne të falenderojmë shumë që na u bashkove në këtë bisedë për të folur për një nga zhvillimet më të rëndësishme të orëve të fundit, por edhe për çfarë do të vi më pas. Faleminderit shumë. Faleminderit Nikola. Faleminderit ju, gjithmonë kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne. Ne do të shkëputemi për publicitet, rikthehemi vetëm pas pak se do të flasim për Artemis 2, atë që solli një, le të themi, moment historik, po ashtu sa i takon edhe asaj çfarë ka bëm NASA në hapësirë. Vetëm pas pak flasim.